Të nderuar shikues, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Takohemi me të pashoq, jemi në një situatë jashtëzakonshme për shkak të asaj që po ndodh në lindjen e mesme dhe sigurisht që në këtë gjendje, në këtë situatë, kërkonim një analizë që na impononte në thonjzat, kishim sërish në studio ekspertin e sigurisë Ilir Kulla. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Ju e keni fituar bastin publik që për disa ditë do të sulmohej Irani. Për disa orë deri në disa ditë. Deri në disa ditë. Po pra, brenda fashës ishe, kështu që godite në shenjë. Tani, me qënë se i gjete këtë si fillim, do dua ta nis në mënyrë kronologjike të gjithë situatën, që të shterojmë në një farë mënyre sa mundemi të gjitha pyetjet e shikuesve, sepse gjatë këtyre orëve janë shumë të interesuar. Sigurisht ka të bëjë dhe frika që mos na afrohet edhe ne lufta. Si fillim, pse goditën tani SBA dhe Izraeli Iranin? Pse zgjodhen këtë moment? Sepse dështuan negociatat. Dhe në mënyrën se si u ekspozuan dhe mënyrën se si vajtin gjërat, nëse pas këtyre negociatave, të cilat dështuan për disa arsye, të cilat ne do t'i përmendim më poshtë, nëse kjo gjë do ndodhte, atëherë besueshmëria në raport me, sidomos në raport me SBA-n, do të ishte tërësisht e humbur, pra do të ishte si ai basim publik, edhe basi publik i SBA-s, pasi ata thanë që nëse kjo gjë ndodh pra nëse iranianët thonë jo, një gjë të mërshme do ndodh për ta etj, pra atëherë kërcënimet do ktheshin si ato të Ali Kimiku dikur në Irak. Kështu që pasi dështuan negociatat, ishte e qartë që nuk që do të shkonim kështu. Okej. Tani shumë informacione janë gjeneruar gjatë këtyre ditëve, gjatë këtyre orëve që prej nisjes së konfliktit. Si fillim, sipas informacioneve që ti ke, regjimi i Iranit, pjesëtarët e regjimit Iranit janë vrarë realisht, duke nisur nga Ali Khamenei, bashkëshortja e tij, dhëndri, nusja, një djalë, paktën kështu raportohet nga mediat ndërkombëtare. Po, ata janë vrarë, po nuk është se vrasja e Ali Khameneit, ndonë se ishte ajatollahu më i madh, po edhe po të vriteshin gjithë ajatollahët, pra gjithë ata 40 ajatollahët që drejtojnë këshillit, të zgjidheshin 40 këshill ajatollahë tjerë, kjo nuk shkakton rënien e regjimit. Pra, çështja është që ka një miks perceptimi, pritshmërie. Pra, miksi i pritshmërisë vjen nga precedentet. Në fillim pati një luftë propagande, në cilën u tha që për shkak të situatës ajatollahu është larguar, ka vajtur në Rusi e diku tjetër. Po, mjafton të mos lodhesh shumë, po të thellohesh pak dhe të shikoje që ky është njeri që nuk kishte lënë Iranin që nga viti 1989 kurrë. Kohën që ai kishte qenë president i Iranit. E si ishte mundur që një 88 vjeçar do largojë Iranin? Për çfarë? Kjo është e para. E dyta, në muajin e Ramazanit, nuk ka gjë më të shenjtë për një musliman, aq më tepër për një lider fetar, një klerik të nivelit të tillë të lartë, se sa të vdes, pra të bjerë shahid, si thuan, pra të bjerë dëshmor, pikërisht nga dora që ata konsiderojnë hasëm, armik, shejtan, djall. Dhe nga pikpamja eskatologjike, fetare, doktrinare, ideologjike, ky është maksimumi që mund të marrësh si rezultat. Pra, sepse nga pikpamja teologjike, ajo lloj vdekje është lindje pastaj. Pra, ata besojnë që ky imam i që vdiq tash, në fakt do të jetë Mediu, do të jetë imami i 12 që nuk ka ardhur akoma dhe që do vi ti shpëtoj shiitët, sepse në këtë besojnë. Edhe nëse do të ndodhte gjë e tillë, si do ikte. Dhe kjo pa, ai ishte aty me gjithë familjarët e tjerë. Pra,
ndodhi një sulmi ishte një nivelit shumë të lartë, teknologjisë shumë të lartë, siç din bëjnë izraelitët, siç kanë bërë të shkuar, po dhe amerikanët bashkë, ndose ky ishte një sulm izraelit, për të qenë shumë të qartë e konfirmuar nga më shumë se një burim, përfshi edhe sekretarin e shtetit të SBA-s, pra zotin Rubio, dhe u godit në qendër të Teheranit, në një vend ku Domethënë informacioni ishte i plot për lokacionin, për vendodhjen në rezidencën e tij të kryeudhëheqësit shiko, e tjerë nuk ka qenë dhe kaq sekret gjëja. Sepse Po, këtu se jemi kurioz të kjo pjesa si është kryer sulmi. Shumë kollaja ta kanë marrë vesh që do të ketë që ata e mbledhur që ai banonte aty, e kanë ditur pallatin ku është. Dhe shumë e ngjashme me sulmin që ndodhi me kreun e Hezbollahut vitin që shkoi në e kemi parë sulmin dhe live, pasi është pasqyruar, me raketa të cilat arrin të shkojnë deri thellë, pra të çajnë betonin, të shkojnë deri thellë në bunker, pavarësisht se ky është një pallat i ndërtuar poshtë, pra me nivel sigurie shumë të lartë. Po. Ajo gjë në cilën Mossadi nuk ka dështuar, ka qenë pasja informacionit saktësisht që Ajatollahu ndodhet aty, pra dhe azgjësimi i tij fizik. Por, kjo është vetëm pjesa e parë e lajmit. Pjesa e dytë e lajmit është që zinxhiri tjetër komandues nuk është prekur. Ushtria, gjeneralët e tjerë të Gardës Republikane, shërbimi sekret që shumë i fortë i Iran, ajatollahët e tjerë, Ali Larijani me të tjerët, gjithë ta nuk janë prekur dhe përfshi këtu dhe presidenti Pezeshkian. Dakor, tani kam një pyetje, nën pyetje këtu. Kryetarin e parlamentit, gjithë ta njerëz, sepse është e tillë struktura e komandimit në Iran. Qartë. Tani, meqense është lokalizuar dhe dihej vendodhja e tij, rezidenca e tjerë, kishte shumë kushte të forta sigurie, thua ti. Disa antarë të familjes humbën jetën, disa të tjerë jo. Kjo si shpjegohet që në të njëjtin vend dhe Ska, kjo i përket fatit pastaj. Domethënë kjo i përket fatit. Aty ai ishte një burr i vjetër, e shoqja mbijetoi dhe vdiq më vonë në spital. Ai ishte një burr i vjetër dhe shoqja ishte një grua e vjetër dhe vdiq, ai do vdiste. Ka shans të ketë mbjetuar dhe gjithçka të jetë dezinformim? Jo, s'ka asnjë shans. Analizuar dhe ajo foto e famshme. Po ta përsëris edhe një herë, nuk ka asnjë shans edhe është ke parasysh është niveli më i lartë i shenjtërisë për ta, domethënë. Këto 40 ditët e zisja ata kanë në Iran. Po jo vetëm në Iran, gjithë shiitët e tjerë që kanë marrë, për shembull Iraku ka shpall 40 ditë zgjidhje. Këto janë pjesa më e rëndësishme nga pikpamja e doktrinës fetare. Tyre. Sepse ne ngatrojmë, ne themi kreu i shtetit, edhe papa është kreu i shtetit, por nuk merret papa me punë të përditshme të Vatikanit, merret sekretari i shtetit me ata të tjerë. E njëjta gjë edhe këtu për Ajatollahu. Ajatollahu është kreu i shtetit. Por Ajatollahu nuk është kreu i shtetit që merret me punët e përditshme. Irani ka parlament, ka ministri, ka qeveri, ka president, ka ushtri, ka shërbime, ka Gardën Republikane, pra ka shumë institucione dhe që ti presësh të gjithë për një herë është pamundur. Dhe pra u godit, pra nga pikpamja e pritshmërisë ndërkombëtare ishte një goditje shumë e madhe dhe kjo është një gjë që iranianët dhe shiitët nuk do ta harrojnë kollaj. Por nga ana tjetër, është vetëm fillimi i luftës, pasi nuk ke në gjendje që të nxjerrësh jashtë të gjithë komandën e kontrollit dhe të komandimit. Thej pak më herët që ky sulm është ndërmarrë, është kryer nga Izraeli. Po nuk kupton që SBA nuk mori pjesë fare, çfarë do thotë kjo? Nuk them që SBA, sulmi ndaj sulmi izraelit, vrasja izraelite ndaj kreut fetar dhe shtetëror të Iranit është bërë nga Izraeli dhe kjo është e konfirmuar. Kjo gjë e ka detyruar SBA-n të qëndrojë pastaj dhe të qëndrojë luftës. Unë s'po them që amerikanët nuk e dinin. E dija unë, normal që dinin dhe amerikanët. Po them që ky veprim është bërë nga Izraeli. Pik. Nga kjo pikpamje për
muslimanët në muajin e shenjtë të Ramazanit, në mënyrë të veçantë për shiitët, iranianët e tjerë, kjo është një sulm jo vetëm një azjesim fizik i liderit e tjerë, por është edhe një sulm me karakter fetar. Se kështu thuhet në librat e shenjtë. Kështu që këtë shpjegim të dash. Ka rëndësi as dini amerikanët, nga pikpamja e pritshmërisë, edhe përgjigjes, kjo merr karakterin e një lufte e plotë një lufte fetare. Trump u bind pasi shkoi foto? S'ka rëndësi. Trumpin e kanë informuar shërbimet e veta që kjo gjë është bërë dhe ajo gjë mbaroi se presidenti edhe në rastet e mëparshme, edhe kur ka qenë Obama që u vra Bin Ladeni, edhe në kohën e Bushit, gjithmonë është njëri që e merr informacionin, domethënë sapo shërbimet ose autoritetet që kanë japin. Kjo punë nuk kishte shumë rëndësi Trumpit, nga ky sulmi duhej një lajm që ta shpenzonte politikisht dhe të lajm e pati. Tani, situata ka përshkallëzuar ndjeshëm edhe gjatë këtyre orëve. Çdo minutë të hysh në mediat ndërkombëtare, çdo minutë gjen një informacion të ri. Situata është kaotike, është zgjeruar konflikti në 12 lokacione tashmë, po synohet e gjithë lindja e mesme, duket si pas asaj që thuhet që është skenari i Khameneit dhe po zbatohet nga regjimi që la pas. Nga ana tjetër kemi Trumpin që nuk tërhiqet dhe thot kam të gjithë arsenalin e nevojshëm për ta vazhduar dhe përjetësisht këtë konflikt. Si dhe sa do të zgjas, si do të precipitoj, mendon? Shiko, nuk kishte Khamenei që la për Rusi të bëhet kështu. Irani është një vend shumë i strukturuar. Irani është një shtet, ky Irani sotshëm është një shtet 500 vjeçar. Është një persët janë një kom nga më të lashtat në botë. Këta persët e sotshëm të këtij Irani sotshëm kanë pas universitet 1300-1400 vjet përpara. Dhe është normale që një shtet i tillë t'i ketë planet për një ditë, për ditën e Qiametit. Pra nuk është se ne do prisim, unë prisja këtë gjë, unë kam qenë qartë që kjo do ndodhë. Edhe ata vetë nuk është se e kanë shmangur, duke thënë që nëse na sulmoni, ne do i vëmë zjarrin gjithë. Po, lindjes. Madje ku të mundemi. Po. Nga kjo pikpamje nuk ka asnjë ndryshim pritshmërie. E vetëm gjë është që ne na çon atë pyetje që ju me drejt bëni. Pra, vjen pas, what's next? Dhe unë po të them që o kjo punë përfundon për maksimumi 10-2 javë, ose ne dal nga dal do tërhiqemi dhe duket që kësa radhe nuk është si radhën e parë, kësa radhe është serioze gjë. Sepse akoma këto 4-5 ditë e para ne s'kemi parë gjë, këto 5-6 ditë e para sa u bë tash. Akoma ne kemi parë vetëm atë mirë, sulme kemi parë, po. Në fakt s'kemi parë gjë në krahasim me forcën shkatërruese që kanë të dyja palët. Po, të dyja palët, po, patjetër. Dhe kjo që kemi parë është vetëm një provës e vogël e asaj që Trumpi dje, nuk ka ardhur akoma sulmi i madh. Po, ndërkohë edhe ata nuk kanë bërë sulmin e madh. Se duhen parë të dyja anët e gjës. Pra, ju me drejt thoni çfarë do ndodh, what's next? Nëse nuk ka rrugdalje nëpërmjet negociatave në 1 javë, 2 javë, maksimumi 2 javë, ne dal nga dal po tërhiqemi drejt një lufte më të madhe me karakter global. Që do të thotë? Lufta e tretë botërore? Që do të thotë hapet mundësia që të përdoren arsenalet bërthamore ose kimike të dyja palëve, do të thotë që siç u zgjerua në rajon lufta, mund të kemi një përplasje shumë të madhe që mund të shkojmë drejt një lufte tre botërore. Potenciali... Me këto na friksove tani. Nuk ke nevojë të friksohesh, duhet të bëjmë analizën e gjërave të fakte. Jo, dakord, po them që... Duhet bëjmë analizën e gjërave të fakte. Sot keni parasysh që Irani ka dëshmuar me fakte, që pavarësisht miliardave pafund të shkatëruar të harxhuara
për të ndërtuar mbrojtje ajrore të niveleve shumë të larta, edhe nga Izraeli, po jo vetëm nga Izraeli, edhe nga Amerikanët, madje edhe sistemet TAD nuk po funksionojnë. Irani ka ndërtuar një teknologji ushtarake dhe ka aftësi kibernetike dhe i hap rrugën edhe mundësisë të përdorimit të armëve të pista që unë i quaj unë armët bërthamore në kushtet e mbrojtjes, sa da janë gjetur në kushte lufte, në kushtet e mbrojtjes dhe nga ana tjetër. Fuqia më e madhe botërore që SBA-ja ka çuar një flot, ka çuar një sasi trupash në atë rajon që nuk e kishte çuar që nga lufta e parë e Gjirit në vitin 1990 dhe kemi dhe Izraelin që është një superfuqi rajonale. Të gjitha vendet e tjera që janë aty rrotull, Pakistani që është fuqi bërthamore, Afganistani që ka trashëguar gjitha armët që vijnë nga koha që Afganistani kontrolloi nga perëndimi. Përtej Afganistanit kemi Kinën, që dhe Kina është fuqi bërthamore. Rusia është mbi Iran, që është fuqi bërthamore. Turqia është ushtria e dytë e NATO-s. Plus këto vendet e tjera që ndikohen apo kontrollohen nga Irani, si në rastin e Irakut, Bahreinit apo ku diun këto vende të tjera, e deri në Siri dhe Liban, apo deri tek ne në Evropë, të gjitha këto preken o drejt për drejt o indirekt, pa u futur këtu tek lufta ekonomike. Pra, jemi si në atë lojë. Ti po thuaj se po i baraspeshon palët në këtë përballje. Nuk jam unë që po i baraspeshoj. Prandaj thash, nëse nuk ndodh, pra, nëse ndodh që jo se marrim të mirëqym ne që SBA-t kanë superioritet në këtë. Duke qenë se janë po ju bëj një pyetje, çfarë do ndodhi? Jo. Çfarë do ndodhi nëse pas pyesim për këtë po. Në çfarë do ndodhi nëse pas 2 javësh SBA-t gjenden në këtë pikë? SBA-t bombardojnë, Izraeli bombardon, ata bombardojnë, këta shkatrojnë, ata shkatrojnë më shumë sepse Irani është një vend i mbrojtur nga malet. Pra, o do përdoren armë që s'janë përdorur ndonjëherë më parë, përveç bombave termobarike e tjera që unë mendoj që po përdoren edhe këto ditë. Sepse ndërkohë po shkatrohet dhe Izraeli, mos harrojmë, përveç këtyre vendeve të tjera. Do të ndodhë që do përdoren armë të tjera ose do përgatitet një pushtim nga toka. Çfarë do të thotë kjo? Një zgjatim i një lufte pafund. Ndaj them, o do ketë të gjithë prisnin që do kishte lëvizje nga brenda Iranit dhe do kishte rënë regjimi. Kjo gjë përjashtohet. Domethënë kjo nuk ka asnjë shans të ndodhë. Për arsyet eskatologjike që unë të përmenda. Qartë. Në momentin që identifikohet që Ajatollahu, kreu i shtetit dhe kreu i besimit, është vrarë nga Izraeli, për ata Izraeli është shejtani. Kjo vrasje merr karakter fetar, nuk ka më karakter politikan. Është sikur musliman të vrasin papën. Çdo bëj gjithë bota e krishterë. Në këto kushte, unë them që o dikush do t'i thrasë arsyes dhe do ulen në tavolinë dhe do kthehen tek tryeza bisedime, do ketë zgjedhje diplomatike. Sepse deri tani s'ka nisur asgjë e tillë, të paktën s'është raportuar. Jo, ka një përpjekje nga vendet e Gjirit, në fakt, që po përpiqen të folë, Katari, Arabia Saudite, këto që janë mes aty. Ose pastaj do kemi një zgjerim të konfliktit dhe do kemi përdorimin e armëve që ne si kemi parë akoma, as nga njëra palë, as nga tjetra palë. Ju më thatë unë po them, jo s'po them unë. Është fakt që Irani kishte gati 2000 raketa të gatshme për t'i përdorur dhe i përdori, nuk po them për dronët, armatimet e tjera etj. Dhe në të njëjtën kohë ka një arsenal për 20.000 raketash të përgatitura ndërkohë vite, të cilat i ka aty dhe do t'i përdor. Pra duhet shkosh ti shkatror, po i ka nëpër male, nuk është shkollaj, duhet përdorësh bomba që s'ke përdorur më parë. Mos harroni vjet kur bë sulmi i famshëm amerikan ndaj centraleve bërthamore, u deklarua që Irani ju shkatrua arsenali bërthamor. Po. Gjë që s'ishte vërtet. Nuk ishte vërtet, po. Dhe për shkak të kësaj gjëje, një nga drejtuesit kryesor të Shërbimeve Sekrete Amerikane u shkarkua nga presidenti Trump se thanë publik që ne dështuam në këtë gjë. Po. Ndaj them unë që çdo veprim ka një kundërveprim. Pra nëse nuk fillon një proces deeskalimi, çdo veprim do përshkallëzohet dhe do shohim gjëra që s'kan ndodhur më parë. Kjo deklarata e dieshme. Se them unë që lufta po është. Në të njëjtën kohë lufta u zgjerua në Liban. Po. Izraeli solli 100.000, thirrri prap 100.000 rezervistë
Filloi sulmi nga Libani, vrau njerëz në Beirut dhe në jug Libanit dhe po fillon planet për pushtimin e Libanit. Pra Libanit jugorës e pjesërisht, gjë që na rikthen luftën e vjetshme. Pra gjë që na rikthen zgjerimin e konfliktit. Ndaj po them që këtu fillon dhe ka një deeskalim ose gjë do dalë jashtë kontrollit. Ndërkohë një ditë më parë nga Moska u tha se nëse Trump nuk tërhiqet në këtë situatë, nis kështu pashmangshmërisht lufta e tretë botërore. Duhet marrë seriozisht deklarata nga Moska se zakonisht ata Po mos merr atë të të Moskës. përshkallëzuara i kanë këto Mos merr atë deklarata. të Moskës, merr atë që thash unë. Okej. Moska pas ka thënë atë që thash unë. Në rregull. Tani, po lexoja një material që fliste për këto që pak a shumë t'i the arsenalin që disponon Irani, etj. Dhe paralelisht bëhej dhe rreziku i mundshëm se deri ku mund të shkonte raketa më e gjatë me rrezeveprimi e Iranit. Përfshihej po Greqia, domethënë Europa Juglindore, futeshin aty. Të ndalemi pak të raketat. Po se ishim ne aty. Të ndalemi pak të raketat, se është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Të gjithë ne deri tani kemi bërë analizë me gjëra që ne i kemi marrë me mend, por nuk i dim. Dhe këtu të parët që kanë dështuar duke nënvlerësuar Iranin nuk kemi ne. Të parët janë izraelitët. Tani do të tregoj një sekret. Po nuk është kështu, pra izraelitët e kanë ditur forcën e tyre. Kjo është dhe arsyeja pse u prishën bisedimet, sepse kushti, një nga dy kushtet amerikane, dy kishin kushte amerikane për cilët Irani nuk u pajtua. Bërthamore? Çështja e raketave, jo. Bërthamore është në dorën e rusëve më shumë se të iranianëve. Po këto kanë pas kauzë si gjithmonë prandaj. Do më dëgjosh? Okej. Ose pastaj shko te te Big Brotherit e ti, se kështu them. Çështja e raketave. Po. Arsye për cilën presidenca Trump në 2018 ndoli nga marrëveshja që kishte bërë SBA-ja me Iranin në kohën e presidentit Obama. Dhe çështja e gazsjellësit dhe naftsjellësit që Irani do të ndërtojë ta lidhë me Kinën nëpër Afganistan. Këto ishin dy çështjet për cilat janë marrëveshje. Në vitin 2007, kur unë kam qenë në Kolegjin e Sigurisë Kombëtare në Izrael, pra flasim 19 vjet përpara, izraelitët në leksione na shpjegonin ne çfarë fuqie raketore kishte Irani pra gati 20 vjet përpara ato gjëra që ne shohim sot në media. Pra çfarë po zbulojmë? Që Irani deri tani në çështjen e zhvillimeve të raketave të veta na ka treguar gjëra që ne nuk i kemi publikisht. Pra Irani ka zhvilluar arsenal raketor, cilën nuk e ka shpenzuar, nuk ka thënë. Pse? Sepse Irani ka mësuar nga gabimet e bërë nga perëndimi në gjithë ato konfliktet që janë bërë në atë rajon. Afganistan, Irak, pranverë arabe. Dhe Irani ka arritur që këto sekrete t'i ruaj, se ndryshe s'do kisha ardhur këtu, t'i ruaj kaq mirë, por ne kemi marrë vesh që Irani ka zhvilluar raketa që shkojnë deri në 2500-3000 kilometra. Po. Janë publike, dim të emrat e raketave. Në raketa balistike që kalojnë në stratosferë, në raketa me rrezet mesme veprimi. Por së fundmi, në programin e tyre, bashkë me rusët, programin raketor, ata kanë marrë pjesë në prodhimin e raketave të gjeneratës 5 dhe të gjeneratës 6, dhe me gjeneratë 6 nënkuptojmë raketat cilat komandohen edhe nëpërmjet inteligjencës artificiale, dhe që kanë motor nga mbrapa me energji bërthamore. Pra raketa që mund shkojnë shumë se sa kaq. Dhe rusët e provuan para 2 javësh këtë raketë. Mund të kalojnë të oqeanit. Pra çështja është që deri tani Irani na ka surprizuar ndërkohë që ne e kemi nënvlerësuar. Dhe unë mendoj që ky shqetësim i izraelitëve, pas kështjeni drejt, pasi izraelitët i kanë pas informacionet që fuqia e zhvillimit industrial dhe shkencor të industrisë së mbrojtjes amerikane, se të industrisë kimike iranianët janë më të mirë në botë, të punën e dini, nuk kishim dyshim, ka dalë përtej pritshmërisë. Pra edhe paragoditja që kanë bërë izraelitët dhe ndërhyrja amerikane nuk pas ka qenë pasens. Ndaj,
të gjendemi në rrezën e një sulmi iranian nëse konflikti zgjerohet, patjetër që po. Po. Shiko, Ediona, 4 vjet luftë. Ukrainë-Rusi. Ukrainë-Rusi. Rusët kanë përdorur dronët e prodhuar në Iran në shumicën e tyre, shahedët, cilët janë dronë shumë të rrezikshëm, fluturojnë ulët dhe nuk kapen nga radarët. Nuk kapen nga satelitët, jo, por nuk kapen nga radarët. Dhe është 4 vjet. Me çfarë u përballëm ne në Ukrainë? E kemi diskutuar këtu, me dështimin total të perëndimit. Duke nënvleçuar këtë, duke krijuar fake news e tjerë, dhe Ukraina pagoi çmimin. Sot nuk flitet më për Ukrainën. Humbi një territor të madh sa Italia pa ishujt, u humb jeta e shumë njerëzve dhe sot nuk flitet më për Ukrainë. Ndërkohë në anën tjetër, iranianët arritën të krijonin në këto 25 vjet ushtritë e tyre të vogla që ne i quajmë proxy, në gjithë linjën e mesme. Influencën e tyre në gjithë vendet e gjirit, përfshi Pakistane, ato Afganistane tjerë që shkojmë atje më ta, në pjesën aziatike, dhe kanë zhvilluar në mënyrë të frikshme, pavarësisht sanksioneve, një industri ushtarake të karakterit kimik, balistik e tjerë, të pa imagjinueshme në kushtet që kanë qenë ata. Atë që ata duan, sepse Irani ka dobësi të tjera. Dobësia kryesore e Iranit është ekonomia. Pjesën ekonomike po e mbulon Kina, arsye për cilën ata duan të japin gjithë naftën dhe gazin Kinës. Po kjo do të thotë që Amerika humb basin e madh me Kinën, që është mundësia e furnizimit të ekonomisë kineze me energji drejt për drejt, se ekonomia kineze është më e madhe në botë, por nuk ka energji. Nëse bëhet gazcellësi dhe naftcellësi, Kina ka burimin kryesor energjetik, pra ka Iranin. Në anën tjetër, fuqia ajrore që Iranit i vjen nga Rusia. Pra, dhe ky paralajmërimi i rusëve është për të marrë shumë seriozisht. Pse? Sepse nuk është se vim nga një periudhë paqe, vim nga një periudhë lufte që ishte lufta në Ukrainë. Dhe në këto kushte kemi dhe kontekstin ekonomik të luftës. Pra, pandemia dhe lufta në Ukrainë na çuan në dobësimin tërësor të perëndimit. Prandaj erdhi Trumpi në pushtet, sepse ishte ekonomia që ishte në ato kushte. Por Irani në një njëjtën kohë ka qenë pjesë e një mendje shumë të hollë që shkonte nga Afrika e Jugut, në Amerikë të Jugut, në Azi, që është çështja e fentanilit. Ju e pat në Meksik ato ushtrim personale të atij bosit që drejt për drejt e lidhur me Iranin dhe me Hezbollahun, si në Venezuelë, si gjithë Amerikën e Jugut, dhe mënyra se si janë të organizuar. Pra, duhet të kuptojmë që ka një aleancë shumë të thellë se aq, me një doktrinë shumë të fortë se aq, antiperëndimore, e cila shfrytëzon dobësitë tona. Do vazhdojmë luftën në këtë drejtim, që na çojë luftën e tretë botërore. Unë shpresoj që jo. Por në të njëjtën kohë nuk mund të vazhdojmë të sillemi sigur ne fitojmë gjithçka dhe de facto pastaj zbulojmë që kemi humbur dhe këtë dhe vetëm e gjë që fitojmë ne është propaganda. Mos harroni, Irani kufizohet me Pakistanin, Afganistanin, Irak. Jo, pritësh më ta. Turkmenistanin, Rusinë nëpërmjet detit Kaspik, Azerbajxhanin, Armenin, Turqin, Sirin, Irakun, e me radhë, Kuvajt nëpërmjet detit pastaj, Arabi Saudite, Bahrein, Katar, Emirate, Oman, e deri poshtë atje. Është një vend shumë i madh. Dhe për shkak të këtij profili gjeopolitik që ka Iraku, ne vërtet gjendemi në stuhim perfekt. Okej. Tani, nga NATO është deklaruar se nisëm këtu nga presidenti i Qipro. Dhe duket se edhe vendet e Europës po bëhen gati, ndryshoi doktrinën bërthamore një ditë më parë Emmanuel Macron në Francë, për shembull, lëvizjet e fundit të Athinës referuar asaj që ndodhi në Qipro. Por nga ana tjetër kemi një NATO shumë të vendosur që nuk përfshihemi në këtë konflikt në mënyrë kategorike. Po sa e di NATO çfarë ndodh? Shiko, NATO është kthyer në një që unë kam kohë që e them.
NATO në zgjoi Donald Trumpi. NATO ishte kthyer në një organizatë jo qeveritare, ku tregoheshin pralla që Malizi, që është vendi më i vogël i Ballkanit dhe një nga vendet më të vogla në botë me 650.000 veta antar i NATO, s'ka të njëjtën fuqi dhe doktrinare politike, vendimare dhe juridike me fuqi më të madhe në botë që është SBA-ja. Që të përfshihet NATO do thotë përfshihet Turqia. Turqia është vend kufitar me Iranin. Pra, që të përfshihet NATO duhen parat. Do të gjenë, këta s'paguajnë dot as atë 2% që ne famshëm. I zgjoi lufta në Ukrainë, po akoma jemi larg atij. Pra, kjo është një nga pikat e dobta të sistemit perëndimor. Pra, çfarë do të jetë NATO në të ardhmen? Ku jemi? Dhe tek e fundit kush e merr vendimin NATO? Izraeli? Një nga arsyet pse Izraeli s'ka dashur të hyjë në NATO dhe që NATO nuk ka dashur ta përfshijë Izraelin ka qenë pikërisht kjo. Jemi në kushtet që nëse nuk përfundon në 2 javë ky konflikt, si rrandë e parë, jemi në kushtet e një stuhie perfekte. Stuhi perfekte, e frikshme. Ndërkohë, ju e cekët pak më herët që kemi të bëjmë me një regjim etj pavarësisht se kush ra në krye të detyrës, po e them kështu, gjatë këtij sulmi atje në Iran. Flitet për pasardhësin e Khameneit, flitet nipi, flitet djali. S'ka asnjë rëndësi. S'ka rëndësi kjo? Ja, nuk ka trashëgimni fetare familjare. Aty ata kanë vërë një triumvirat. Le të vim pak te pasardhësi se këtu përfshim Shqipërinë. Po. Një nga klerikët më të rëndësishëm është Ali Larijani. Është nga ajatollat e parë, një zë shumë influent. Ata kanë vënë një triumvirat, një klerik, presidenti Pezeshkian, sepse Irani është një demokraci teokratike. E zgjedhin presidentin, zgjedhin deputetët, zgjedhin parlamentin, zgjedhin qeverinë. Kështu funksionon Irani. Votohet një 4 vjet. Dhe kjo teokraci që funksionon me demokraci është një teokraci e kundërt me atë në Arabi Saudite ose vende të tjera ku njerëzit nuk zgjidhen. Ama këta i kemi armiq. Kurse ata i kemi miq tash. Vim nga një 20 vjeçar ku sunitët i kishim armiq sepse ishin terrorizmi islamik. Al-Qaeda, Bin Laden, ISIS etj. Dhe i kishim shiitët aleat kundër këtyre. Tani u rikthyen në të kundërt. Është shumë interesante kjo pjesë, shohim pra. Doktrina sektare, lufta sektare, që i shkon shumë për shtatë Izraelit në anën tjetër. Në kushtet kur Kina hoqi dorë nga të blerja e borxhet jashtëm amerikan, vendet sunite, Katar, Arabi Saudite, Kuwait, Emirate, u angazhuan në blerjen dhe po blenin borxhin e jashtëm amerikan, po investojnë paratë e tyre, surplusin e tyre financiar që vjen nga tregu i naftës dhe gazit, po investojnë në treg SBA dhe po mbajnë ekonominë amerikane. Ndërkohë që ekonomia amerikane dhe armët amerikane mbajnë në këmbë Izraelin. Ndërkohë që këto vende janë ato që krijuan bordin e paqes dhe u angazhuan në rifinancimin e ndërtimit të gazës, që këtu e bëjmë dallimin mes asaj që ndodhi në Gaza dhe ndodhi në 7 tetor dhe asaj që ndodh në Iran sot dhe që ndodh në Liban dhe në gjithë rajonin. Sepse edhe atëherë u tha që në 7 tetor është përfshirë Irani, dhe unë kam thënë jo, nuk është Irani. Kur përfshihet Irani, do ja dëgjojmë zërin e Iranit, dhe tash kemi luftën me Iranin. Dhe vim në pikën që ku do dalin palët? Irani ka një trashëgimi fetare, politike edhe ushtarake. Pra, në triumvirat ke një nga garda republikane, garda revolucionare, general, Ali Larijani, që është një nga krerët e fetar, dhe Pezeshkiani, që është presidenti. Këta, pas 40 ditëve, do duhet zgjedhin kush është kreu i ardhshëm. Që duhet jetë një që ka eksperiencë, që është i besueshëm, që është i ri, po që është edhe doktrinar. Dhe përmendet emri njëri nga ta, unë nuk do t'ju e them akoma, i cili në të shkuarën ka pas shumë lidhje me Shqipërinë. Në fakt, ka udhëhequr një program që ata kanë pas për financimin e projekteve në Ballkan.
ka pas lidhje me Bosnjën, me Kosovën, me Maqedoninë, me Shqipërinë. Ka qenë drejt për drejt disa herë shpesh në Shqipëri, ka bërë foto me eksponent politik, takime dhe institucional në Shqipëri në ato vite, dhe ka financuar shoqatat që ambasada e Iranit ka pas financuar në Shqipëri. Librat e Naim Frashit, Qerpelan, shkollat që ta kanë pasur këtu programe. Këto ti them në cilësit e ish kryetarit kryetarit Komitetit Shtetror për Besimet Fetare 22 vjet përpara në qeverinë Rama. Tani ky njeriu është sot një nga klerikët më të lartë atje dhe mund të jetë ajatollahu i jashtëm. Kreu i shtetit i jashtëm. Këto do ta shohim pas 35-40 ditësh, por mënyrën se si e ka ndërtuar ata, kjo gjë nuk ka fare rëndësi. Mund të jetë ky, mund të jetë edhe një tjetër. Është sistem po thua dhe. Sepse është sistem. Ç'po ndodh? Me goditje nga jashtë dhe me krijimin e triumviratit, ata mbajnë bashkë shtetin, pra mbajnë të zgjedhurin që është presidenti dhe që vjen nga një fash moderuar shoqërisë, mbajnë klerikët, duke patur ajatollat, mbajnë dhe ushtrinë në kontroll. Pse? Sepse garda është një ushtri që s'është ushtria e shtetit, pra është ushtria e revolucionit, e cila nuk e lejon ushtrinë e shtetit të bëjë gru shtetit, por e mban aty. Prandaj presidenti që ka ushtrinë e shtetit është përfaqësues aty, në ata janë unifikuar të tre. Unë mendoj që gjithmonë mundësia e vetme për të ndryshuar regjimin në Iran ka qenë një grushti i shtetit nga brenda. Dhe grushtin e shtetit nga brenda mund ta bënte o garda, e cila mbështet fort ajatollat, ose ushtria. Në rastin konkret, me goditje nga Izraeli, këta tre faktorë janë unifikuar. Qartë. Tani, ne i tham pak a shumë, folëm dhe për kërcënimin në Europë, edhe të vim pak në Shqipëri fix, se je bërë parashikimin tënd, por marr shkas nga një deklarate sotme nga Meku, nga Manza, duke përjashtuar çdo lloj lajmi që ka qarkulluar këto orë se Irani mund të shënjestrojë dhe... Meku, se unë e njoh zotërin që ka bërë deklaratën, Meku ka bërë gabim që ka deklaruar, që ka vepruar. Ta shpjegojmë. Që ka përjashtuar fakt mundësinë e sulmit. Meku ka bërë gabim. Shiko, në kushtet historike kur erdhi Meku këtu, Shqipëria mori një angazhim shumë të madh. I bëri nder atyre 3000 ca vetave që jetojnë në Mancë, të i hoqi nga kampi Ashraf në Irak, ku kishte ndodhur më shumë se një sulm të kishte pasur të vrarë. I hoqi një hall të madh amerikanëve që kishin marrë përsipër jetën e këtyre njerëzve. I hoqi një hall të madh qeverisë e Irakut, e cila nuk arrinte më të kontrollonte këto kampe, sepse sulmet që vinin nga jashtë të shiitëve ishin shumë herë më agresive se sa ato të pritshme pasi ra regjimi i Sadamit. Në një lloj forme i hoqi një hall edhe Iranit, i çoi 3000 kilometra larg. Dhe kushti që ata të vinë në Shqipëri ka qenë që ata të rrinë në kamp, vazhdojnë aktivitetet e tyre dhe të mos bëjnë aktivitete këtu, as spionazhi, as ushtarake dhe as politike. Ata strehohen në Shqipëri dhe nuk duhet i krijojnë probleme në Shqipërisë, vendet që i strehojnë. Kjo nuk do të thotë se kreu i tyre që qëndron në Paris nuk do vazhdojnë të bëjë deklarata, ata mos bëjnë konferenca tjera, janë drejtën e tyre të pjesë. Por nëse baza e Manzës përdoret për sulme kibernetike dhe në rastet e një zgjerimi të konflikti, ata përfshihen në këto aktivitete, duan apo s'duan ata, me dashjen apo mos dashjen e tyre, ata ekspozojnë Shqipërinë. Në më shumë se një herë dhe në më shumë se një formë. Çfarë do thotë kjo e dyta? Kjo do thotë që ata duhet të vetë kontrollohen kur bëjnë deklaratat publike. Ose në rastin më të mirë, i takon qeverisë shqiptare të vendosë apo jo, se për hir të ngjarjeve që ndodhen disa vite më përpara, qeveria shqiptare mori vendimin e fortë që është një qeveri e NATO-s, një qeveri kandidate për BE, një qeveri antare e OKB-s, një qeveri e cila ka historikun një shtetin 110 vjeçar dhe nuk mund të marrë që për llogaritë të tjerëve të përfshihet në një luftë drejt për drejt. Pse? Sepse ne në nderin që i bën palëve përsërit, u prirëm nga
një aspekt social i gjës. Pra të shpëtojmë jetën e këtyre njerëzve, familjarëve të tyre e tjerë. Dhe mirë e bëm. Në kushtet e zhvillimit e reja, ne duhet vazhdojmë të mbrojmë këta njerëz e të mbajmë e tjerë që mos i rrezikohet jeta, por edhe këta duhet kemë parasysh që nëse nga aty do të vijojnë me aktivitete që do ta përfshin organizatën e tyre drejt për drejt në luftë me regjimin iran, Shqipëria ekspozohet. Dhe më së paku ata duhet të diskutojnë me autoritetet e shtetit shqiptar në zgjerimin e këtij konflikti. Tani, po nëse hyjmë në terma konkret, si ekspozohemi ne? Për shembull, cili është skenari më i mundshëm se Siç jemi ekspozuar me sulme kibernetike, po atëherë vetëm u sulmuan datat u dhanë informacione publike të tjera me haker. Po ka dhe sulme të dhunshme kibernetike. Që janë? Po centralet tona energjetike, portet, aeroportet. Shiko, bota e dark webit dhe sulmeve kibernetike është pafund. Po këto që përfliten me raketa kështu të mundshme Do vim dhe deri këtu. Nuk janë të egzageruar, a? Do vim dhe deri këtu, thash e para. Po. Por mund të kemi edhe sulmet raketore. Pra nëse vijon, pra zgjerohet konflikti, mund të kemi që një moment caktuar baza e tyre të sulmohet. Absolutisht po. Është e mundshme. Është i kufizuar. Unë nuk thash që është një sulmi. Shiko, të lutem. Se bën një pyetje në këto. Jo, atëherë duhet mësoni të dëgjoni kur bëni pyetje. Okej, po dëgjoj. Me shumë kuriozitet, prandaj bëjmë pyetje shumë. Që kur janë vendosur aty, ne kemi pasur një rrezik potencial të një gjëre të tillë. Po, djegje, po. Në kushtet që zgjerohet lufta dhe shkojmë një luftë, po, ne shkojmë nga rruga që shkon nga rreziku potencial tek kërcënimi real. Po. Pra, është një rrugë e cila ndodh. Pra, nga rreziku potencial tek kërcënimi real, jemi në këtë rrugë. Nuk kemi akoma tek kërcënimi real. Por rreziku potencial ka ekzistuar që ditën 0 që kemi marrë, për të ardhur në kushtet e sotshme që kemi një luftë e cila mund zgjerohet. Shpresojmë që mos zgjerohet, por nëse zgjerohet jemi një nga ashtu siç ishte Dubai, siç ishte Kuwaiti, siç ishte. Shikon, Kuwait ndodhi një gjë para 2 ditësh. Po. E pa imagjinueshme përpara. U rrëzuan 3 avion. Po, amerikan. 3 avion amerikan. Po. Tani, këta thonë që rrëzuan me zjarr friendly, pra me zjarr miqësor. Unë them që jo, por edhe sikur të jetë që u rrëzuan me zjarr miqësor, është akoma më keq. Sepse do të thotë që situata ka dalë jashtë kontrollit. 3 avion të atyre nivelit, me koston që ka dhe me ato stërvitje që ka, fuqia më e madhe e botës, është një gjë e vogël. Po. Pra, duhen parë supozohen të gjitha gjërat që mund ndodhin, nga ekonomia, efektet e luftës në ekonomi, në shëndetësi, në sigurinë kibernetike, në transport, e deri tek një përfshirje drejt për drejt luftë. Të gjitha opsionet janë të hapura. Domethënë edhe tek raketa diskutohet. Se ti e di që këto format e buta nuk është se janë... Janë, po ti e di që limiti është frika që nuk është formë e butë nëse ti rrezik. Këto orë unë gjithi dëgjoj mos lëshoj ndonjë raketë në Manz, te andej. Shiko, nëse lëshohet një ose 2 raketë në Manz, izolohet aty. Por nëse përfshihemi luftë drejt për drejt dhe kemi luftë me hakerat iranian, luftë. Okej. Rrezikohen avionët në ajër. Okej. Rrezikohen ushqellësit tanë. Trena dhe kështu metro nuk kemi, kështu që jemi në rregull. Rrezikohet transporti ajror, transporti detar, rrezikohen shumë gjëra, mos e merrni kaq të thjeshtë gjë. Kupton, është shumë se aq. Dhe ne kemi parë që një herë iranianët, iranianët dhe Korea e Veriut sot në botë. Iranianët dhe Korea e Veriut sot në botë kanë ushtri të mirëfillta hakerash. Po. Paguhen nga shteti, cilët merren vetëm me këtë punë dhe siç pam planin tani me raketa që destabilizuan gjithë linjën e mesme, ashtu kanë plane të shkruara dhe kush e di sa herë kanë aktuar çfarë mund të ndodhë në një moment që ndodh një luftë botërore dhe çfarë veprimtaria do bëjnë hackers. Jeta jon varet nga interneti. Pra, shiko, duhet të fillojmë të themi gjërat. Jo, se kam dëgjuar këto ditë që mund mos kemi internet për shembull, mund të kemi një blackout total. Po blackouti është vetëm një e 10 e probleme që mund të kemi. Mund të kemi probleme shumë. Pra, keni parasysh që zgjerimi i konfliktit nuk na mban jashtë hartës konfliktit. Prandaj ata zotëri që janë Manc, ne jemi me ta i mbështesim, kemi mbështetur e tjerë, politikisht e tjerë, por bëjnë mirë të kuptojnë që ky është një vend që i ka strehuar, miqësisht e tjerë dhe nuk është mirë ta përfshin Shqipërinë e vogël në hartën e luftës së madhe. A duhet që në këtë moment të mlidhet për shembull
Këshilli i Sigurisë Kombëtare tek ne merret. Çfarë do bëj Këshilli i Sigurisë? Apo jemi Çfarë do bëj Këshilli i Sigurisë? Është një organ konsultativ. Po mirë për protokoll themun. Po lufta nuk është protokoll. Në këto momente do llogarisësh, qeveria do llogarisë dëmet ekonomike të mundshme, rritjen e çmimit të naftës, gazit. Po, ajo me 20 lekë. Do verifikohet çfarë do ndodh me spitalet, me këto, me ato. Këto janë ato gjëra që bën, se nuk është se është ndodh qameti. Pra thjesht, a e pam çfarë ndodhi në Dubai. Në Dubai u bllokua qyteti 3-4 ditë, doli Mohamed bin Zayedi, pra emiri i Dubai, doli rrugë dhe tha tash do vazhdoj jeta, do vazhdoj jeta. U godit Palmi, pra u godit Burj Al Arabi, u godit aeroporti, u godit Fairmonti në Palm, pra po jeta vazhdon. Pra në këtë pikpamje nuk është se duhet të jemi alarmist kush, por duhet të lexojmë realitetin e gjërave. Ndërkohë po lexoja sot, flitet si shënjestër e mundshme për shembull dhe bën stilli i Kosovës nga ana e Iranit. Ka lidhje kjo, ë? Jo. S'ka, nëse do goditet gjithë Kosova, por stilli është vetëm një bazë e vogël që nuk ka për shkak të simbolikës. Kjo është fantazi, po s'ka më kanë baza shumë të afërta ato, që të godasin bon stillin duhet të kenë një arsye pse. Tani sot goditja e bon stillin në fakt i intereson serbëve, po kjo është një histori në vete. Okej. Tani sot kreu i NATO-s tha që Ballkani është i sigurt, po realisht Ballkani flas në këtë skenarin tënd të parë, pra në këtë kohën dyjavore, se nëse nis lufta e tretë, pastaj janë gjithë përfshirë, po. Kreu i NATO-s tha dy gjëra. Ballkani është i sigurt, por njëri gjë tha ne si NATO do marrim pjesë ashtu do rrisim tash. Nëse nuk qenë ka e sigurt Franca, Britania e vendet tjera të NATO si janë Ballkani. Si ne jemi në rrugën mes. Domethënë mes nesh edhe Iranit është vetëm Turqia. Pra nëse Greqia zyrtarisht shqetësohet e tjerë. Nëse Turqia është ne që jemi kufi me këto, që do bëjmë? Pra, nuk është se do shumë fantazi kjo gjë. Sepse është shumë interesante, ti mandave që në kryetarës këtë, se si do shkoj kjo punë, dhe ko 2 javë për negociatat mundshme, zgjedhje diplomatike dhe pastaj shkojmë me shumë mundësi në luftën e tretë botërore. Zgjerohet konflikti, thash. Dakor. Luftë globale, se sa... Dhe aty rrezik kushtohet, po te kjo pjesa e parë 2 javore, shem ndonjë rrezik afat të shkurtër për rajonin ton? Jo. Jo, sepse s'ka logjik gjë. Pra nëse ka vullnet për negociata të tjera do ulen dhe do. Okej. Tani pasojat e luftës ti di dhe ka nisur menjëherë që nga gazi, energjia, nafta. Ky është manipulim sepse gazi dhe nafta aty ishin karburante. Ata duan të grabisin njerëzit dhe ato që kishin nëpër depo i rritën direkt me 20-30% çmimet. Po ato naftë dhe gaz kishin ata, nuk është se e blen nga Irani tani, kupton? Që kjo është manipulim tregjesh, domethënë. Traderat luajnë. Me 130% flitej gazi për shkak. Sigurisht është fuqia më e madhe e gazit në botë, Irani dhe Katari, ai është bazeni i gazit në botë. Normal, çfarë. Nga Rusia se marrin dot se kemi sanksione. Katari, Irani janë luftë, por kjo është një botë e çmendur. Këta ata na thonë jo se duhet vetëm energji e pastër, duhet investuar. Shiko, nuk do të ndodhte kurrë ajo që ndodhi, deindustrializimi i Evropës dhe Amerikës dhe fuqizimi i Indisë dhe i Kinës, nëse nuk do të drejtoheshim nga debila. Ja ku e ke, stuhim perfekte që thot ai, nuk do blesh naftë dhe gaz nga Rusia dhe nuk do marrësh dot naftë dhe gaz nga lindja e mesme. Nga do e marrësh? Ja më kujtë. Dhe çmimet do rriten, edhe kjo pastaj do japi pasoja në drejt për drejt. Dhe ti mendon që me rritjen e çmimeve nga gazi dhe nafta në lindjen e mesme, fuqitë e tjera eksportuese, si Rusia e tjerë nuk përfitojnë? Të gjithë janë aty duke e bërduar kështu, vendet e OPEC-ut aty. Se normalisht këto kushte, vendet e OPEC-ut me mbylljen e Hormuzit duhet të thonë, okay, ne atëherë do rrisim sasinë e prodhimit dhe do ulim çmimet. Jo. Ato jo vetëm që se rrisin sasinë e prodhimit, po e gjenë si justifikim këto që të ngrenë akoma që të shtojnë të ardhurat. Kështu që sa herë të ke përmendur këtë pjesë kam thënë ekonomia. Okay. Pse? Se baza kryesore e kësaj lufte edhe këtë radhë është ekonomia. Okay. Pse u zemrua keq Trumpi me britanikët, me Keir Starmerin? Sepse britanikët nuk i dhanë mundësinë që të përdorin bazën e tyre në Oqeanin Indian, siç e përdorën para një viti, për avionët strategjik bombardues B1 dhe B2. Dhe para 2 ditësh, B1-shët dhe B2-shët u nisën nga SBA-ja, bombarduan Iran dhe u kthyen në SBA duke kaluar Atlantikun. Por hapësira dhe koha është 2 fish, 3 fish, ky është dhe shpenzimi, sigurisht.
Po lexoja sot ishte një Po edhe britanikët thonë, ju nuk mund të filloni një luftë tretë botërore dhe ne ta marrim vesh nga televizori. Kështu që është edhe ky aspekti tjetër. Tani, po thoja, po lexoja sot një material shumë interesant dhe flitej, supozoj, për shembull për luftë bërthamore. Edhe nisnin projeksionet, për shembull në vetëm 72 minuta shënoheshin 5 milion viktima. Përjashtoheshin për shembull 2 vende nga rreziku i luftës bërthamore që mund prekeshin më pak ose fare, për shembull Zelanda e Re dhe Australia. Jo, s'është është Afrika e Jugut, që gjithë pjesa. Shiko, hemisfera veriore është kaq shumë e militarizuar se në një shpjegim të thjeshtë të armëve bërthamore, duke pasur parasysh që 2 fuqitë më të mëdha bërthamore janë Rusia dhe SBA-ja, pastaj vijnë të tjerët. Po janë gjitha në hemisferën veriore. Kina, Pakistani, India, Rusia, SBA-ja, Franca, Britania, janë gjitha në hemisferën veriore. Izraelin, me ato 40 testata që ka e tjerë. Gjithë hemisfera veriore përfshihet për shkak të rrezatimit dhe për shkak të luftës dhe për shkak të dëmeve në një luftë të tillë. Duke patur parasysh që armët bërthamore ndodhen në nëndecet bërthamore më të forta sot në botë ka Rusia, SBA-ja. Armët bërthamore ndodhen në tokë. SBA-ja ka gjithë armët bërthamore në qendrën e saj. Vetëm 1% e banorëve e amerikanëve jetojnë në qendër, pikërisht janë armët bërthamore. Dhe ato do të përdoreshin pra në një luftë bërthamore hipotetike, do të kalonin gjitha nga poli i veriut. Pra, nëse do të kishin një gjë të tillë, përfshirja drejt për drejt do të ishte kujt e hemisferës veriore dhe e vendeve kryesore që janë në hemisferën veriore. Pra, SBA, Rusi, Evropë, pjesërisht Kina e tjerë. Dhe në rastin konkret nuk kemi përballë kësaj. Në rastin konkret jemi në një përdorim të armëve bërthamore strategjike në kontroll në Azi, ku do të thotë që përfshihet në rajonet ku kemi drejt për drejt vendet cilat kanë mundësinë e tyre të përfshirjes nga pikpamja rajonale. Por nëse zgjerohet, atëherë në luftën e madhe bërthamore, hemisfera veriore nuk do të jetë më ajo që njohim dhe pjesët e popullsisë botërore do zhvendosen ku? Në pjesën jugore të globit, që është Afrika, që është Australia, Azia, Indonezia, Amerika e Jugut, Oqeania, gjithashtu. Por kjo është fantastiko shkencore. Tani, se është pak paradoksale, Donald Trump kërkoi Nobelin për paqe, po udhëheq si paqebërës, po mundohet shuaj luftra. Ndërkohë nis një luftë të rrezikshme. Po ka nisur luftën për paqen. Luftë për paqen. Shiko, duhet jemi realistik në propagandës dhe të shohim historinë e botës. Historikisht bota është zhvilluar nga luftat, ka pasur luftat e veta. Ka një damar aventurieri në këtë? Detanta e botës është mbajtur nga 45 hektar nga fuqitë bërthamore. Pra, unë mundem për se bëj dhe ti mundesh për se bën në mënyrë që mos shkatërrojmë një tjetrin, duhet gjejmë marrëveshje. Pra, ajo gjë që është prishur, dhe ka filluar ca kohë përpara, që nga koha e pushtimit të Irakut, janë rregullat. Pra, ligji ndërkombëtar. Ligji ndërkombëtar ka shkelur Kina, ka shkelur Rusia, ka shkelur Amerika, ka shkelur dhe Evropa, nëse do duam. Dhe e vetmja gjë që Trumpi, dhe këtu më pëlqen se është i vërtet. Nuk thot më atë broshkullën vala e pestë e demokratizimit, të kujtojnë ato budallëgjet që thuheshin që po eksportojmë demokracinë etj. Ky është i drejt për drejt, thot, ekonomia, interesat, fuqia e Amerikës, unë do bëj këto gjëra. Stop, ky është leximi i realigjës. Nuk gjojmë më ato, do të demokratizojmë Irakun. Shqyqy që erdhi vala e pestë e demokracisë që na erdhi pranvera që do gjitha këto është mashtrime. Donald Trump është njëri serioz, nuk gënjen. Çfarë mendon e thot, çfarë thot e bën. A na pëlqen kjo gjë, s'na pëlqen, kjo është një gjë komplet tjetër. Tani, se jemi mësuar të na gënjen dhe na ka tingullu bukur kur na gënjen. Na ka tingullu bukur që vram francezët vran Kedafin, e vran francezët Kedafin, se do të demokratizojnë Libin. Jo.
Francezët vranë Kedafin që të mos ndërtoj naftësjellësit dhe gatësjellësit nga Libia në Itali dhe Italia të kthehen fuqi super energjetike. Kjo ishte arsyeja pse francezët dhe një pjesë e lobit të tyre në botë financiar, pra jo rastësisht ish presidenti i Francës po bën arrestin shtëpiak dhe u arrestua dhe u dënua për paratë që kishte marrë nga Kedafi. Dhe u shpik Silvio Berlusconi hante fëmijë. Në fakt nuk e hante si pas tyre i përdhunonte, po pak a shumë e njëjta gjë. Silvio Berlusconi ka vdekur, Kedafi ka vdekur, ish presidenti i Francës është në burg, po kjo ishte arsyeja. U dha se bepi. Mori kush përgjegjësi për këtë? Jo. Ndërkohë që pas kësaj që ndronte historia që Kedafi donte të bënte monedën e përbashkët afrikane. Ai ishte Kedafi diktator, sigurisht ishte diktator ushtarak dhe ishte partneri i Perëndimit në luftën kundër Al-Kaidës. Vim tek Saddam Hussein. Saddam Hussein për 10 vjet ka qenë alati kryesor i Perëndimit në luftë me Iranin. Ka qenë agent i CIA-s. Bëri një grup shteti në Irak, mori pushtetin me mbështetjen perëndimore. Dhe vdiq me litar në qafë. Pse? Sepse pikërisht Saddam Husseini vendosi që të shkëmbente naftën e Irakut jo me dollar, po me euro. Dhe Amerikanët nuk e falen këtë gjë. Me drejt, pasi ai kishte qenë për shumë kohë bashkëpunëtor i tyre, i tradhoi dhe ju prezantua kjo faturë. Po u tha që u bë për demokraci. Dhe sot kemi, në vend që të kishim një Irak kundër Iranit, kemi Iranin të zgjeruar në Irak. Jo rastësisht po mbajnë 40 ditë zi për Ayatollahun. U tha që pranvera arabe po bëj për demokratizuar vendet arabe. Ishte një vend diktatur, po i suksesshëm në kontrolli i Jemeni, është totalisht jashtë kontrollit janë 3 vende. Edhe nga Jemeni deri në kufi me Turqinë, komplet një rajon i destabilizuar. Po mos harrojmë me qemi të Iranit. Kush e solli në pushtet? Khomeini. Ayatollahu 79. Nga erdhi. Po nga Franca pra me flamur flamur iranian dhe flamur francez me avionin e Francës është ulur nga Parisi në Teheran dhe mori pushtetin. Dhe këto gjëra s'ka ndodhur shumë kohë përpara, 40-45 vjet, për historinë është vetëm një fragment. Dhe mos bëjmë sikur këto gjëra si dim gjithë. Dhe prandaj sot jemi këtu dhe çuditemi, themi është aventurier Donald Trump. Jo, Donald Trump është i vërtet. Se po thot gjëra vërtetësi që kemi ditur gjithmonë. Mos çuditemi. Po erdhi si president i paqes, se këndëtoi me të madhe. Donald Trump erdhi si president, kjo është një broshkull tjetër. Donald Trump erdhi si president sepse dështuan ata që rrëzuan Donald Trumpin në 2020 me pandeminë. Dështuan në 4 vjet dhe dështuan me çfarë? Me luftën në Ukrainë dhe me ekonominë. Sikur të mos ishte ekonomia në rënien në Amerikë, sikur të mos ishin varfëruar 20 milion amerikanë të tjerë, sikur të mos ishte çështja e fentanilit, të mos ishte çështja e emigrantëve, Donald Trump sot do ishte në burg, nuk do ishte president. Këto pastaj janë për konsum politik, dhe normal që konsum politik është, por Amerika, ta thash edhe një herë që është si është sëzuse të thush që Donald Trump erdhi për paqen. Donald Trump erdhi në pushtet për një program të mirëfillt për ta bërë Amerikën dhe një herë të madhe. Dhe nuk mund të bësh një Amerikë të madhe me njerëzit që vdesin rrugët nga fentanili, 2023-shin 70.000 të vdekur, në 2024 80.000 të vdekur me një Amerikë të mbaruar ekonomikisht, të deindustrializuar e tjerë, dhe këto jeti Donald Trumpi. Këto ishin gjërat që sollën Trumpin pushtet. Nuk se e votuan amerikanët Trumpin pushtet se do bëte paqen diku. Vetëm 5% amerikanëve kanë dalë herë jashtë Amerikës, dhe e di këtë gjë. Ai erdhi në pushtet për ato arsyet e brendshme që erdhi në pushtet. Dhe e ka shkruar në prioritetet e politikës vetë jashtme. Çka ka shkruar në prioritetet e politikës vetë jashtme? Hemisferën perëndimore, Kina. Dhe prandaj kjo lufta e Iranit duhet ta lexosh në strategjinë. Kina, BRICS. Që të kuptojmë çfarë ndodh sot, duhet të lexojmë çfarë ndodhi vjet dhe takimin e famshëm në Alaskë. Po kjo është një temë tjetër, kupton? Qartë. Tani më lejo ta mbyll shumë shkurt me një pyetje amatore, naive, jo profesionale, quaj si të duash, parantezën e bëra jam në rregull. Ju bëni pyetjen si doni, unë përgjigjem si dua. Ta liderët udhëheqësit e botës që kanë në dorë të shtypin atë butonin e kuq, po frikë për vete dhe për familjarët e vet, nuk kanë këta?
E kanë krijuar edhe ata një alternativë, por nuk është kaq e thjeshtë shtypja e butonit, se butoni ka ca procedura, nuk është se e vendos njeriu dhe shtyp butonin. Nuk është kaq e thjeshtë. Pra, e kemi si në film, nuk është se çmendet sot presidenti shtyp butonin dhe bëhet, pra duhet të jenë kushtet para kushtet, duhet funksionojë detanta, duhet të jesh i sulmuar që ti përgjigjesh atij, pra nuk është kaq e thjeshtë. Por potencialin shkatrues botës e kemi total. Shiko, kemi shkuar shi agendën. 2020 pandemia. 2022 lufta në Ukrainë. 2023 lufta në Gaza. 2026 lufta me Iranin. Shpresoj ta ndalojmë këtu, se ndryshe Çdo 2-3 vjet? jo çdo 2-3 vjet, ndryshe po kalojmë nga halli në hall i hall. Qartë. Sot pandemia na duket lule me potencialin shkatrues gjëra të tjera. Besoj se i ezauruam pyetjet më atyre që kanë shfaqur interes gjatë këtyre orëve, se i kam lexuar nga kurioziteti për ta ditur se si ta kanalizonin bisedën. Megjithatë, ti gjithmonë ke shumë çka për të thënë, lufta gjithmonë ka shumë për të thënë, megjithatë unë shpresoj shumë që të mbyllet me këtë skenarin tënd të parë, limiti 2 javor, dhe me diplomaci fitoj kjo e fundit si rrallëherë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Faleminderit të nderuar miq, duke shpresuar që gjithçka të mbyllet me kaq dhe të mos na duhet të rikthehemi për një puntat tjetër të jashtëzakonshme, ritakohemi.